Kontaktin e parë me këtë autor ishte përmes bashkëautorit të librit Selim Ramadani, Arti dhe Pavdeksia, Ilmi Dervish, si më propozoi që janë një grup miq të Selim Ramadani dhe familjes së tij dhe duan të botojnë një libër in memoriam për të. Pasi më rash në kontakt me librin e parë të botuar nga Selim Ramadani, Një melodi e këtur, dhe më bëri shumë përshtypje poezia e Selimit, një poezi e ngrohtë, një poezi familjare, një poezi atë dashse, shkruar me shumë ndjenjë dhe me shumë pado dhe me shumë rite. Pastaj rash në kontakt me recension për këtë autor, aktor të teatrit nga poeti Agim Vinca, dhe më bëri përshtypja njohja se si ai kishte njohur në Prishtinë, si kishin jetuar bashkë, si kishin udhëtuar bashkë dhe si kishin ndarë ëndrat fëmijërore bashkë. Humbja e tij tragjike në moshën 30 vjeçare, kur fillon edhe shkëlqen ky lloj arti, fillon të shkëlqen poezia, shkëlqen letërsia, po fillon edhe dramaturgjia, arti skenik të bëhet më i fortë, ai ikën nga kjo jetë duke lënë një melodi të kutur. Fakti që sot mblidhen ka shumë miq, ka shumë shokë dhe shkruajnë për të, tregon se vërtet ai ka qenë një talent dhe tregon edhe nderon edhe familjarët dhe miqtë e tij, që arrin edhe sot e kësaj dite ta kujtojnë dhe ta nderojnë. Kjo është një gjë për të vlerësuar sot në hapësirën bashkëshqiptare, sepse një kujtesë e mirë për artin, një kujtesë e mirë për njerëzit që kanë kontribuar në fushën e kulturës shqiptare, ja vlen të nderohet dhe ja vlen të respektohet.